Përsëritja është më majdies. Me këtë çështje Yuri Ushakov, këshilltari i presidentes ruse për politikën e jashtme, ka rikonfirmuar edhe një herë qëndrimin zyrtar të Moskës për përfundimin e luftës në Ukrainë. Ushakov, i cili në muajin gusht ishte në krah të presidentit Vladimir Putin gjatë samitit me Donald Trump në Alaskë, përsëriti pothuajse fjalë për fjalë deklaratën e bërë më herët nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Me 15 nëntor, Lavrov kishte deklaruar se Rusia do të refuzojë çdo propozim për t'i dhënë fund të luftës në Ukrainë. Ai devijon nga kushtet e rëna dakord gjatë takimit në Alaskë me presidentin amerikan Donald Trump. Në të njëjtin linjë, Ushakov theksoi se Moska nuk është e gatshme të pranojë asnjë formulë paqeje që nuk respekton këtë marrëveshje. Një nga pikat kyçe në qendrimin rus mbetet statusi i Donbasit. Ushakov deklaroi prerë se Donbasi është rus, duke theksuar se kjo përcaktohet qartë nga kushtetuta e Federatës Ruse. Kushtetuta ruse është amenduar në mënyrë të tillë që i shpall pjesë përbërëse të territorit rus vetëm rajonet e Donetskut dhe Luhanskut, por edhe Zaporishan dhe Khersonin, territoret që janë pjesërisht ose tërësisht të pushtuara nga forcat ruse. Sipas analistëve politik, deklarata e Ushakovit nuk janë vetëm në përsëritje të vijës zyrtare të Kremlinit, por edhe një mesazh i drejt për drejt për Shtëpinë e Bardhë, në një moment ku po diskutohet gjithnjë më shpesh për mundësinë e një marrëveshje paqeje. Ushakov konsiderohet një nga figurat e pakta të rrethit të ngushtë të Putinit që mbështet kërkimin e një zgjedhje politike për te logjikës së fushës në betejë, por pa lëshuar nga kërkesat territoriale të Moskës. Në anën tjetër, dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u kthye përsëritjeve duke riafirmuar qëndrimin e Kievit. Ai deklaroi se vetëm populli i Ukrainës ka të drejtë të vendosë për çdo lëshim të mundshëm territorial ndaj Rusisë. Sipas Zelenskit, në mendim të tillë mund të merret vetëm përmes zgjedhjeve ose një referendumi dhe nuk mund të imponohet nga jashtë. Ky duhet të jetë vendimi i popullit të Ukrainës, u shpreh Zelenskit për gazetarët, duke refuzuar sërish çdo ide të tërheqjes së trupave ukrainase nga territoret që Kievi ende i kontrollon në lindje të vendit. Ndërkohë, mediat shtetërore ruse kanë intensifikuar retorikën ndaj tij, duke cilësuar shpesh si jashtëquajtur i presidenti i Ukrainës. Plani i paqes i propozuar nga Shtetet e Bashkuara, sipas informacioneve të bëra publike, parashikon edhe tërheqjen e ushtrisë ukrainase nga pjesët e mbetura të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, që aktualisht janë në kontrollin e Kievit. Kjo pikë është refuzuar vazhdimisht nga Zelensky në të kaluarën dhe mbetet një nga pengesat kryesore për çdo përparim drejt një marrëveshjeje paqeje.